Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë për veglën e cila quhet histori, e cila është si veçori që na ofron ato Photoshopi për të menaxhuar aktivitetet. Për shembull, me krijoj një katror, duke mbajtur butonin shift, shikoni e krijova në mënyrë proporcionale. Shkoj te Move Tool. Pastaj, ju që në keni shfaqur se unë kam këtu histori, ju mundi ta shfaqni duke klikuar Windows, pastaj histori. Edhe nëse shfaqet si dritare, keni mundësinë me drag and drop e vendosni këtu dikon ku po dëshironi ju vetë. Shikoni historinë. Tani vendosa një katror, këtu regjistrohet një aktivitet. Klikoj tash katrorit, jap color overlay effect, zgjedhni një ngjyrë. OK. Këtu regjistrohet një aktivitet. Nëse rrotulloj edhe aprovoj, këtu regjistrohet një aktivitet. Përveç sajna, për shembull kësajna, po shkoj katrorit pjap edhe drop shadow. Këtu regjistrohet një aktivitet. Po shkoj pe krijoj një layer të ri. Pe zgjedh tash pe krijoj një rreth. Edhe këta me shift. Edhe shikoni këtu i kemi aktivitet regjistron. Edhe rrethet pjap effect. Në këtë rast pjap gradient. OK. Tash historia në mundëson më këthym brapa apo me hec para, me po këtë procesi që shka ndodh ose që shka rrjedh deri në qëta momente.